kas Marius Dyrmyshi me doktor Skerdi Faria, datë 16/4/2026, skena 1 tek 1 çak. O Flori, merë pi qëtu, se kjo është lëng pjeshke, më duket se na ka hedhur këtu neve. Okay. Edhe do na thatë gojë gjatë kësaj bisedës tonë këtu. Si që shef, këtu janë tasa inoksi që ne i përdorim në salë të operacionit për të bërë ndërhyrje kirurgjikale, edhe i kemi sterilizuar si gjithmonë, edhe tani po pim një dorë lëng. 3 unë edhe 3 ti, me këto shiringat. Pastaj, po deshe tjetër, do marim edhe tjetër. Okay. Jemi këtu me Marius Dyrmishin, edhe mirë se erët edhe kësaj radhe në Kate Castin ton. Është një djalë i cili, siç duket, ka bërë operacionin e gjoksit në Kate. me këto protezat kështu, ja kemi lënë proteza këtu që të nglediset, dhe do të tregoj historinë e vet. Për te historisë e operacionit, se ajo është në plan të dytë apo të tretë fare, do të në tërgoj historinë e jetës së vetë, që jetës që ka bërë midis Shqipërisë, Greqisë, Anglisë, edhe sot përsëri në Shqipëri, në Kate Castin ton, pasi ka bërë ndërhyrjen kirurgjikale të hundës, siç e shikoni. Ka vuajtur, ka punuar, ka mbijetuar, ka provuar racizmin, ka provuar shumë gjëra tjera të cilat do t'i diskutojmë së bashku me Marius. Marius, mirë se merr dhe Xhan. Mirë si edhe gëzuar. Pas, faleminderit shumë. Marius i ka një theks grek, anglez, edhe uroj që të arritëm të flasim shqipen e të merremi vesh bashkë. Se us marr vesh greqisht hiç, anglisht marr vesh, por që s'ja shkrap shumë mirë. Marius, mirë se na erdhe edhe një herë. Mirë që jeta. Çfarë do më tregosh nga jeta jote? Si ka Greqia, si ishte që është i Greqisë? Greqia, u kam hikur i vogël, 2 vjetë afërsisht në Greqi. Po. Edhe sa mbaj menuna isën gjerat shumë të vështirë. Qa viti ka qenë? Unë u linda në 96-ën, ndoshta në 98-ën, aty 2-3 vjetë isë unë aty afërsisht. I ke bashkë me prindër, ti e fëmijë vetëm apo ke edhe motra vëllezër? Kam 2 motra. Më të vogla? Njëra është 24, unë jam i mesmi, tjetra është 31, unë jam 29. Po, pra prindit, familja së bashku me 2 fëmijë morën rrugën e Greqisë. Po. Si ikët në Greqi? Babim ka ikur me heret, me këmbë. Në këmbë? Po. Mami im ishte në Shqipëri, base pushk. Po. Na bloshe, kuptove, neve, si... Për ishe luft, nuk ditë qa isha të herë, ishe pak situata keqe. Ka qenë situata keqe, ka qenë luft këto. Edhe babi kishte ikur, qa viti ka ikur babi? Nuk ma e men exactly, pe ka ikur para qa vite, pak me herët, 2-3 vjeti. Ndërsa 92-93, kur e në hapur aty nuk ma e men exactly, edhe babi shkoshe, vice, edhe ishen gjerat shumë, ashtu, pastaj na morin. Ç'pun bënte babi? Babi im dërtim, ka punur dërtim. Që në fillim pa dokumenta, pa letra, po. Edhe mbante familjen këtej. Pastaj ju si erdhi, ju mori edhe i të bashkë? Po, unë nuk mbaj shumë mend shush kemi hiku, pe ai si se i vogël, la kuptove. Po sigurisht 2 vjet që do mbaj mend ti, po. Po, edhe unë mbaj mend pastaj ku vazhdova, la kuptove, ku bera 5-6 vjeç ku shkova në Kopës, shkova në klasë parë. Po ju kur ikët bashkë me babin, ikët në këmbë dhe ju apo jo? Jo, nuk di që ishe ndodhur, ne kishte dajo jonë, dhe kishte bërë ca letra vizë. Di herë mbaj mend, kishte thënë mami, kishte shku me avion, edhe grek na kthen mbrapsht. Po. Na kthen mbrapsht. Nuk di pse, nuk di që ishe bërë një kabim, që kishte thënë babim të shkojmë familja, unë, mami edhe motra, edhe na kthen mbrapsht. Po. Edhe pastaj nuk baj shumë gjëra me baj, pastaj ku shkova në Kopës. Edhe në Greqi pastaj u sistemuat ndo pak atje si ishte jeta në Greqi. Jeta ishte shumë e vështirë, po themi drejtën. Mami im punoshe mëngjes 2 orë darkë. Punoshe në sera ashtu. Në sera mami? Po, 40 gradë, 35 gradë. Po. Babi im dërtim ku jese, si dilsen aty në plati, ishte si plati, dilsen shqiptarët aty dhe visen grek i merrsen për punë. Po. Edhe po ishte kohë të vështirë, unë mbaj mend ku shkoshe klasë të parë jashtë 7 vjeç. Unë kur nuk mbaj mend veten time të haj buk, shush hasen grek. Blesen është me ke supermarketi gjëra të hajnë.
U shkos aty 2 orën, u shkos ora 1-2, vem se barku nuk ka se buk asnjë gjë. Në shkollë kur ishte Po, nuk ka se buk në shkollë, se nuk ishte pa printet e mi, nuk ishte si familje, ishte familje varfër. Po, nuk të jepnin buk me vete, s'kishte mundësi të jepnin buk me vete. Familja im, mami im kishte dhënë buk një herë me vete, edhe më pa një grek, Po. edhe më tha, kjo han buk në shtëpia, edhe më dha më herdi shumë zore dhe flaka. Po. Edhe Si grekët si janin fëmijët grek, si janin bukën? Ata hasen buk, merr 5 pound, 2 euro, 3 euro, edhe bleni jashtë. Unë nuk isha me ta kustat neve. Edhe se ke harruar këtë gjë që Jo, këta jam ka gjela dhe një herë mbaj mend ku ishte nuk më me çfarë klase. Më tha mësuesja muna, "Biemri jo tha, nuk duket grek, nga jeti." Ose nga Shqipëria. Pe ju shqiptar tha ç'a doni këtu. Edhe jam ka ngelur shumë fiksim. Po tha mësuesja. Po, unë isha i vogël tani, unë tani mendova çaj bëra kësaj duhet të thot pse çaj. Di unë pyet printet e mi pse mëson ato. Unë jam i fëmijë. Po. Na kuptova. Po, edhe me fëmijët e tjerë kishe këto probleme racizmi. Po. Çfarë ndodhet? Çfarë të thotë? Unë baj men kushuritë e mi si janë më të mëdej, janë 8-9 vjet më të mëdej, 10 vjet. Ku shkosen ata kafene, pe kafe. Thosën bosat e lokalit atyrve si punojnë. Ma shkoni ke ky tavolina si janë shqiptar. Ma si rezervoni, ma si merrni porosi. I thosë. Për çfarë arsye ishte kjo racizëm? Si kishen harë shumë shqiptar, netet e jashtën, pastaj ku hapen burga, nuk di çfarë ishte ndodhur dhe gjerë kishen frikë dhe I don't know. Me problemi ose nuk janë të gjithë ki. Ata motra ime është martuar me drejtë me grek. Kanë 2 fëmijë, po. Jesh me jetë një pritë mbes. Tani çdo njeri ka rrugën e vet. Problemi është pse ata flasin keq për të gjithë. Kjo është problemi. Nuk janë të gjithë njerëz të ki. Si ka emrin babi yt? Babi im ka Asim e ka. Asim. Po. Është emër musliman. Po, neve jemi Besakti. Betaksh. Po, e detyruan babin që të ndryshonte emrin atje në dokumente në pasaport apo atë emër mbajti në pasaport? Jo. Kur babi im nuk ashtu, pe kam ça nuk di, nosa Dajo kam ça njerëz tjerë. Po. Si kanë ndryshuar ata. Duket nuk me vllai babit tem, 1-2 njerëz që kanë ndryshuar emrin. Ata kanë ndryshuar me detyrimin e vet, duket nuk di situata pe kanë ndryshuar. Pe neve nuk e kemi ndryshuar. Babi im është shumë njeri ashtu tradicionale, nuk don ndryshojnë emrin asnjë gjë. Shpesh në Greqi shqiptarët kur kanë ikur atëherë në fillim të viteve 90 kanë ndryshuar edhe emrat, pra kanë marrë emra ortodoks edhe mbi emrat. Dhe kanë ndryshuar këto edhe në dokumente në pasaporta. Po e di, shumë. Unë njoh se shqiptar, si më thoshin mua, që ka bërë ushtri unë. Më thoshin mua jam grek. Ç'a je grek? Thashë ti je shqiptar, unë bjova si folë shqip thosh. Po. Gjinë shqiptari, në imagjinoj mas duket si je shqiptar ke shqiptari. Ç'a mentaliteti ishte ngulur aty. Imagjinoj shqiptari, gjinë shqiptarin. Thotë jam grek, jo nuk je grek, ky ashtu. Tash mund të tallësh ti ta në njëri tjetër thashun si kuptove. Edhe daja im ka pasigur në ato vite në Greqi. Edhe ai kishte emrin Selim. Dhe u detyrua për rrethat, për kushtet, i të ndryshonte emrin, ta bënte Stefan në pasaportet, i të ndroi dokumentet dhe ngeli tani. Kjo gjë, por këto gjëra tani të paktën në këto vitet e fundit nuk besoj se janë më. Kjo ndjenja e racizmit në Greqi të ka ndjekur gjatë gjithë kohës? Jo. Ka ndjekur ku ishte i vogël dyre 17-18 vjet. Tani themi drejt që kam hikë Angli 17-18 vjeç, okay? 17-18 vjeç që ikur në Angli. Po, ku mbarova ushtrinë. Bëre ushtrin? Po. Bora ushtri, edhe kushtria do themi ça gjëra, ça ndodhi. Po, pse më çan ndodhi në ushtri? Ushtri detyrohesh të shkosh. Po, ishte e detyruar ushtria. Po, pa nuk shkove të marrin ata të fushin kam edhe në ku të shkojnë. Edhe shkova ushtri unë para, pastaj shkova në Angli. 2017-18 duket. Sa vjet ushtar drejtë? 10 muaj afërsisht, 10 muaj. Po. Dyre një vit jashtë, për 10 muaj, pa kishe motra ashtu, pa kishe familje të madhe, të lejnë me heret, jashtë ma si je ke familje shumë. Po, okej. Edhe ku shkova kushtria una, u futa ditën e para ty mirë, për bjemri prap shqip. Në 20 veta si njëfë se una heshëm shumë mirë, ha shumë bukur, sa më shumë ata ga jam, a qa tjerë thosë, ku të shë vërëprati, ku të shë grek, ku të shë, në 10 shok, 20 shok, 3 shok ishe. Anyway. Sepse të izoluan. Po, direkt. Edhe pastaj ata më kuptuan kush jam, shuna jam një tip shumë flash me njerëz.
Bese numër specie, magjisë, merren edhe me magji, me muzikë dhe pastaj më afrosen prap, thoshën ata, "Okay, ky çuni është pak i mirë." Varet, ta kuptova se të shikojnë ata. Edhe ku ishte unë, ke Austria, ishte ajo momenti si kishte bërë shqiptarët flamurin e Shqipërisë, ke Austria, shumë veta si besën këtë flamurin e Shqipërisë. Po, besën kështu. Edhe atë momenti ku ishte unë ke Austria, filloi racizmi i madh. Sa tani shqiptar, ti jenë ke Austria, edhe do të edhe kjo situata me Austri, shqiptar do të hajnë, do flasin keq. Edhe ishe unë me armë. Po? Di grek me armë aty, edhe ishe dera si kalojnë ata shoferat, ata njerëz. Edhe thoshe i greku mua, ishe më 7 orë më kem edhe me armë. Thoshe mua, a peca ben shqiptar, tha, kjo Austria grek, tha, ben flamurin e Shqipërisë, tha, neve Shqipërinë, tha, shkatrojmë për 24 orë pa doshim. Shikoj unë i kthej armën, su baf, pesha ka tani. Të shok thashun, a di ka jam unë? Dhe aje, tha. Thashun jam shqiptar. Ta pus të asje. E kishe shoka të greku? Jo, ai punoshe për Austrinë, ai si shef. Ai punoshe, Greqi ka ustarak, edhe neve na vejnë edhe me ca njerëz si punoj për Austrinë, marrin lek, paguajnë 1.000 euro. Po janë profesionist. Po, profesionist. Edhe ndonjëherë punon jemi profesionist, ndonjëherë me vetëm ustar. Unë atë momentin isha me ti profesionist. Me mua nevrikosi shumë ajo. Po. Çfarë më tha? I thë, "Po, thashun, shok thashë, di ka jam, thashun jam shqiptar." Më tha, "Falë, tha, nuk ka kishe me ty." Ai thashun, "U trëmba." Po, e kishe me atë. E kishe të mbushur armën. Po. Edhe çmë ai, edhe ndonjëherë çfarë doçe. Ke ishte afër Turkisë me Limno. Ishit në kufi me Turqinë? Po, Limno është afër Turkisë. Jo Cyprus, pe një vend tjetër ishut. Nuk kishit incidente me Turqinë? Po, këtë do themi, kishim. Vishë turku me avion, greku, sirina, dilni jashtë. Edhe dolem ditë jashtë ishe bërë me shta themi, like, alarm. Dilse me jashtë, turku 5 persona, kuptove. Edhe po, kishe pak frikë aty, merë se babim telefonin, a herdi turku i thasi, aty ku vishen ata turk, thoshe në vendin, letë se i herdi ke Limno aty. Besë babim, çao do, asë në gjore, thasë me shke frikë. Edhe po, ndodhë që në shumë gjera. Edhe mbaj mend një grek më kisha thënë mua, pa u bërë, tha, luftë Shqipëria me Greqinë. Ti tha, je ustri greke, tha, me cëllë do luftos. Me tha, shumë atë bëni pytje, tha po, a ke familje ti këtu në Greqi, po? Po, tha, ti do vriqe familje tate? Gjeli, çfarë do të thënë? Ti beson thashun do marr armë, do shkojmë në Shqipëri të vras njerëz të mi? Po. Këtë pyetje thashun merrem mbrapsht edhe bëj delete thashun. Mas bëj këtë pyetje kot pa lidhje. Po. Edhe Gjeli ai. Çfarë do besosh thashun? Do luftoj avas thashun. U kam njerëz të mi në Shqipëri. Edhe bëhet këtë pyetje ti Austria çfarë do? Pa ishte pa bërë me luftë tjetër po, jo me shqiptarët, me gjakun tim. Po. Çfarë pyetje thashun këtë? Jesus Christ. Unë nuk arriti kuptoj, me thënë të drejtën. Lja i qenë ca gjera si nuk kanë logike. Qiko, kjo bot ka aq shumë vënd edhe aq shumë burime natyrore për të gjithë ne, për të gjithë më, jo 8 miliard që jemi, po dhe 80 miliard të shkojmë. Dhe njerëzit për interesa ekonomike apo geopolitike ku di unë, luftë shtetet me njëra tjetrën. Po të shohësh gjithë historinë e njerëzimit vetëm luftra. Po, dhe është një idiosi totale e qenies njerëzore që ne në vend që të jetojmë mirë me njëri tjetrin, me fqinjët, me grekët, me turqit, me maqedonësit, me serbët, me të gjithë. Në fundit jemi njerëz në radhë të parë. Pastaj jemi jo po shqiptar, jo po grek, turku, jo po njeriu lind njeri. Aty ku lind ka edhe kombin e vet. Sigurisht, edhe kombi është një ndjenjë jashtëzakonisht e fortë, por kombet, për çështje arsye politike apo gjeopolitike, pse do të shkojnë keq me njëri tjetrin? Kjo është gjë që edhe lindin racizëm, atë lindin këto përplasje me njëri tjetrin, lindin këto. Gjithandaj ka njerëz të mirë e ka njerëz të këqij. Normal. Po shumë shpesh njerëzit janë të indoktrinuar nga politika, nga historia. Po nga politika më shumë. Shqip-Greqi vitëm shikon në televizor, pa bori shqiptarin një jo të keq, e thot me emër të madh. Shqiptar, pa këtë. Me ku bena jo greku në jo të keqe, po, ky tha personi beri këtë. A di sa vrasje janë bërë në Greqi? A di sa goca, like mother, sa kuptove, mama, shu të dhemi, kanë fëmijë edhe i kanë vrarë me shiringë, me gjera, i kanë vrarë, me astek gjera. Pse nuk thonë ata,
Greku i keq. Pa shqiptari vodi bëjrin ajo shqiptar. Dap news. Gazetat. Bën tromokratim, propagandë. Ta kanë sjell shpirtin e majtë hundës, domethënë. Po. Edhe çfarë bën pastaj ça grek, bën pastaj Jorgakides. Po Ami George. Po nejse. Po. Po nejse, motra jote është martuar me një grek, edhe ishte grek i mirë, gjendë mirë. Tani themi drejtën, nuk kontrolloj dot gjërat, tani çfarë ndodh, ata e dinë. Unë themi drejtë kam shok grek, kam shqiptar, kam multi countries, a kuptove. Ka ikur ai racizmi, nuk është si ishte para shumë kohë. Tani nuk jenë grek, pak patur shqiptar shok. Po. Nuk ka. Ku të shep Greqi shkosh ti, pyesin grek, ke shqiptar shok po do thot. Po. Nuk mund të pa shqiptar. Tani janë ndryshuar kohët. Po sepse edhe shqiptarët janë integruar me grekët dhe ndjen veten si një adhet të dytë ndoshta Greqin. Unë vetë për shembull jetoj në Itali, unë kam ikur në 97-ën, kur ti ke ikur në Greqi, unë kam ikur në Itali. Dhe atje mora mëtej ti me shoqe, lindën fëmijët e gjitha mëra. Dhe unë Italinë e ndjej si adheun tim të dytë. Adheu im i parë është Shqipëria, i dyti është Italia. Dhe fëmijët e mi flasin italishtën si gjuhën e nënës, sepse kanë lindur në Itali. Dhe ne jemi integruar, dhe ne kemi shumë miq e shok italian, por ka kaluar kohë, sepse edhe unë për shembull kur kam shkuar në Rom atëherë, i kam ndjer këtë racizmin edhe frikën mosbesimin që ka qenë ndaj nesh. Por kështu është bota, kështu është historia. A bëni pyetje? Po më thuaj. Me shumë racizëm ka beson ti, edhe nuk di njeh Greqin, me Greqi apo me Itali? Me atë kohë. Me ato që kam dëgjuar, mbahet Greqia me Greqia, po ke drejt, ka shumë. Edhe unë kam gjurë që kam dajmë në Itali. Mbahet Greqia, sepse është edhe çështje, mendoj unë, edhe çështje feje. Greqia ndodhet midis e rrethuar, ata janë ortodoks, të krishterë ortodoks. Po. Dhe ndodhen të rrethuar nga musliman në Turqi, musliman në Shqipëri, musliman në Maqedoni të Veriut, që ndruan edhe emrin asaj, dhe në Bullgari nuk e di nëse ka musliman apo jo, duke si janë ortodoks në Bullgari. Po, ortodoks. Pra, ata janë një kombi vogël, janë 9 milion, 10 milion janë në mos gaboj, dhe edhe kjo frika e një përplasje fetare me Turqinë që është e madhe, me Shqipërinë këtej, me Maqedoninë këto vendet e tjera, dhe i ka bërë që të jenë ndoshta edhe më tepër mosbesues edhe të pasigurt në raportet me popujt rrothull. Kjo mund të jetë edhe një nga arsyet. Pastaj janë edhe luftrat që janë bërë midis shqiptarëve, grekëve, turqëve, gjitha dhe përplaset kjo vit pas viti, shekuj pas shekuj kjo gjë. Po motrat si kanë jetuar në Greqi, kanë përjetuar edhe ato këto probleme? Ke vojtur edhe? Besoj po, pe una si jam çunë risë me shokët e mi me shumë. Nuk është si flicja, pyetja ashtu. Besoj të gjithë, a kuptove, do kishte kush ishte shqiptar do kishte racizëm. Nuk ka njeri thot nuk kishte kurrë racizëm. Gjithë. Pe në punë, shkosh kërkosh një punë nga je shqiptar hik. Nuk të merrin punë. Pra ata ka pasur vështirësi të gjente punë ose mamaja ka pasur vështirësi. Normal, do kishte shumë vështirësi. Ka treguar babi kur ka shkuar në Greqi se si ka qenë jeta në fillim? Jeta pak gjëra, po. I thoshe me një shtëpi me ça shok, shtu, a kuptove, si nuk pagusen Kiran. I grek i jepsen pak lek. Tani pa letra, shumica dhe ku nuk e drejtësi, që ta themi. Kanë si kafsh. Puno këte bekte, sa shqiptar nuk i jepsen lekt. Që janë ndodhur shumë gjëra. Si vendose pastaj të ikë në Angli? Çfarë ndodhi që vendose të Plani shqiptarëve të gjithëve, edhe plani im ishte ku të shkojmë mbushtri, direkt plani ishte të shkojmë në Angli. Angli me shpirtari apo kështu? Ja. Me këta gjëra. Vite me të bardh, jo shaka. Shaka. Ka rëndë një. Po, në Angli, po pse Anglia pikërisht Anglia? Anglia di pse është Great Britain, a kuptova, është like është the top, është Europe, është Anglia. Anglia është ka jetuar shumë vite. Po. A kuptova, si ekonomi besoj. Si vendet e tjera Greqia bisht ekonomia, Italia ka rënë, kam dalë 25 vjet Milano. Edhe
shiko se thashun kos me afër Anglia, baf direkt. Shkon 5 shqiptar, besën storia ta shqiptar, ato Anglia, lek peshesh me hume se shku me ne. Lekët përshesh me qumës, ta? A kuptove. Edhe ku shkon aty pastaj e shikon pak ndryshe situatën. Po s'ka problem, thuaste. Sa vjeç ishe kur kur nisën në Angli? Jam tani 29, i bien unë jam pavarësisht në Angli 9 vjet, me 10 vjet. So 2017-ën 8 vjet se bien. Dokumenta me Po, dokumenta greke. A dokumenta No George, no Jorgakis, Mario. Emrin si e ke aty të në? Jo, emrin e kam Marius una, pe kanë shkruar grekt Marius, ship, like e flet ship edhe Marjus. Marjus, I don't know. Po, e kam pronounce ship, Marius, jo Marius është Greek. Po, Marius është Greek. Nuk e kam të ruan. Edhe vajte në Angli me dokumenta greke, me pasaport greke, sepse morish shtetësi në Greqi ti apo? Unë sa bera ushtrinë sa ndodhet. Grek t'japin një ID, para si të besh ushtrinë. Pastaj ku të besh ushtrinë, t'japin atë pasaportën. Taftotitën. Bravo. Edhe shkova ke ushtria, aty okay, everything okay. Hasem fasulet që hasem aty, ata tjerë gatusen, ishe një shnos aty, gatuse i vese dur aty, kapse hjurat që shi ka pun tani, për unë at least jam i pastor, edhe vese dort, ai vese shtu jipse, thashun, qatë hajna, gëj, thashun, i shko se hase jashtë. Për shkysh babim ka ndihmuar shumë ushtri. Po mi më tregoshe lek, është më ndihmoshe. Qa më mban mendoj diçka të veçantë nga jeta në Greqi, apo për te racizmit, ndonjë diçka të bukur, apo ndonjë diçka të trisht të shëmtuar. Qoftë para ushtrisë, qoftë gjatë ushtrisë. Çfarë mund të më tregosh diçka? E bukra jera ishte se ke ushtria na lesen dalim jashtë. Po. Edhe kishte dalur me një vajzë, aty njova një vajzë dolla, edhe ata na lesen neve. Po, greke. Nuk i theti që jam shqiptar? Themi drejtën, i thosë që ishte shqiptar. Pse? Unë jam ata tipat që nuk dua ta hul vendin tem. A di pse si dua tjetri ta di original. Jam original. Jam ky edhe pa doshe. Nuk dua të kem njerëz me dy fytyra si besojnë se jam një gjë tjetër edhe japin dashuri. Nuk ka duke. Në fillim ti që unë jam shqiptar tek. Po normal. Okej. Dhe të priti mirë. Edhe më thamë unë okay, risem aty bëm na jo puthem studiera, edhe çan do tani neve ku na lan makinat ushtrisë aty. Thoshën ata në orën 7, let's say 7-8 nuk më mend, të jeni mbrapsht te vendi tikim. Edhe unë vonova, e goca më vonoshe pejnat, mu merrse telefon ata. Ku je? Unë byça, edhe risem aty. Do haj burg, po. Të forte jo ti. Po, do haj burg sa shumë. Gopa jo. Nuk gop, a kuptove. Si nuk kam parë shqiptar. Mirë, si mu. Edhe problem. Po ku ishit? Ishit në një hotel, në gjatë shtëpisë? Jo, jashtë, në park. Në park. Ata grek i bërhen parkut, shikojnë tjerë, nuk ka problem ata. Po, mbrapa ndonjë ferre. Jo, park ku janë ata si ulen njerëz. Po, në stol. Po. Është lindja ajo ty, ti ishe dikë po fusim burg. Edhe pastaj u vonova unë shkova aty ke ushtria, gjithë rishën këtu. Ku jere mallaka? Thashuna, tiri aty, thashuna, shiko, edhe unë thashun bëjnë jam një vajzë. Çka ke? Thashuna jo. Jo do Habsburg. Fuda për t'jo zhiva me ça grek, thashuna. Avas thashun sta hita kallasin. Ishe gati për kallash ti, ë? Ku shkoza ke ushtria unë ishte çmendur, a kuptove? Po thoshe mua, do t'i them aty të madit. Po. Thashuna, spion thashuna, pasu be spion thashuna. Pastaj kur nevri kosa unë kapa njërin të shtyr ashtu baf, rastu post, më kapet 2-3 veta. Po. Asu shikos tu si kam nevra shumë. Po. Edhe ka punë flak aty, erdhën 2-3 greka, jam alaka thashuna. Nuk di themi do të kamera, çai thash janë hierarkia, thashun pat kapë jashtë ushtrisë thashuna. Sorry, so. Edhe ja tha ti tjetit madit. A di sa i tha? Aman tha kapni marrë thash do vrasi. Shkova unë pastaj aty, tha i ça bëre çashtu. Me thashuna ça nuk lejohet thashuna, të kem një vajzë, do bëjmë si këta pedera thashuna. Po shkova me një vajzë edhe u çmentat ata. Po çat hiqet ka të shfiqik peder, ha dhe ti tani mos ja fut kot. E kjo si ata ishin pedera. Ishte pedera, si kishin inat pse unë shkova me vajzë, let's say me mënyrë I mean like me mënyrë e pejsen njerëz, burra do thoshen, ça bere, shkove me një vajzë, po, shumë bukur ja bere. Bravo, burr. Ata fidusit kurva. Po vinte inat. Thoshe ça bere pse vonove. Po ç'a problemi ke ça bere, unë burgu nuk do haj po vonova. Kishte kështu gay aty në ushtri apo jo? Zdi, nuk merr me ata tipat. Po ja, po çose shikoj me ke ka si flasin pak si goca. Ka pak ashtu. Po mirë, ti nuk e patur ndonjë problem me ta, sepse po nuk ka problem se unë kishte ndaj atyre që kanë shije seksuale ndryshe. A di çfarë ndodh? Atëherë ku ishte kushtri nuk ishte Covid time. Po unë kishte ndier se do vishte Covid. A di pse? A di kishte ndier se ku vishin pederat i thoshun 4 metër distancë.
4 metra distancë. Nëse shiko, do të them një diçka si mendoj unë sepse secili ka mendjen e vet. Këto shihet seksuale secili ka të vetat. Unë për shembull jam heteroseksual. Nuk mbin mend fare, do të thonë, të më pëlqej një mashkull fare, out, zero. Edhe ti sigurisht. Por kur dy femra pëlqejnë njëra tjetrën apo dy meshkuj pëlqejnë njëri tjetrin sepse ashtu është dhe kështu është historia e njerëzit. Jules Cezari ka qenë i tillë, Aleksandri i Madh ka qenë i tillë, a kuptohet tani? Njerëz të mëdhenj të historisë, general të mëdhenj. Dhe kur kanë këto shije, punë për ta, a kupton? Me thënë të drejtën, sikur të më vardiset ndonjëri, mos më pëlqen, edhe i them larg nga ose. Po ata i thosën se ata çfarë bën, ata të shikojnë shtu me sy, bëjnë skan si radar. Po pastaj bën ti distancë, Covid time thashun 4 metra. A kuptove, bën si radar, nuk ka problem nuk kam. Si vajti muhabeti me këtë vajzën më? Atë vajzën ashtu jo, ishte muhabeti, pastaj e las, pastaj nuk ka pas më. Si ele, ti e njohë kur ishe në ushtri. Normal, ne dilsem neve çdo javë, Mhm. 1-2 ditë, kishte njoft një herë, pastaj thashun do dal prapë javën tjetër në Austri. Edhe direkt, a kuptove, ja ishte gocë e mirë, se kuptove. S'ka problem se dhe gocat do kalojnë mirë, sa të bësh tani. I ka jeta këta, nuk është si Kur i ke humbur virgjërin për herë të parë? Kur ke humbur virgjërin? Kur ke bërë seks për herë të parë? Ona ishte 12-13 vjeç duket. Ja, më ja. Pa. 12-13 Ishte me një grek, ishte me një grek, kisem shku ke shtëpia një goc, edhe i bisëm derës neve, shtëpisë asajt. Edhe doli mamaja, tha, "Ça doni ju këtu? Marrim gocën ta dalim xhiro, si jemi në Shkoda." Edhe ashtu filloi muhabeti. Ashtu filloi muhabeti? Po isha ja vogël, isha në Dvigël. Po, do thon ajo vajza me të cilën ti bëre dashuri. Po e disëm ne atë vajzën. E disëm. Sa vjeç ishte ajo që bëri dashuri ti? Aty same. 12-13 unë, 12-13 ja, 13 aty afërsisht. Po dieti të bëje seks 13 vjeç? Po nuk di se po mësova. Mësove? Çfarë shikoje filma di apo do të mësove aty hajde ata? Aty. Pasi që atë bëni pyetje. Pasi që një foto gjino. 10 njerëz do mësojnë, do fillojnë në mësim. Unë mësimi im filloi në i vogël, si pastaj ku je i vogël merret eksperiencë, pastaj të smende 10. Po herën e dytë kur e bëre? Herën e dytë pastaj e kisha si hobi unë. E kisha si punë. Kaq kollaj kishe ti vinin femrat kollaj? Do të gjitha, do të thënë e kisha pa kollaj pastaj. Si femra çfarë bën, flet me tjetrën, mban shoqja dhe pastaj mesazhe, bën appointment. Del nami që ky është i fortë, ky ka të katshëm. Normal. Po mirë valla. Po ke të ka qelluar të bësh dashuri me një femër më të madhe se aty? Normal. Po sa distancë mosh kishte? Do të themi tani, unë isha Magli, ku ishe para ca vites, 3-4 vjet nuk bëj me exactly. Ishe unë 20 e ca vjeç, 22, I don't know. Po, ja vazhja ishte 35, 36. Po. Edhe më te beshe unë 8 muaj ishe më te, pastaj më tha mua ja, te dua shumë. Kalon 2-3 javë, te dua shumë. Po. Ti më don më shumë. Ishte angleze ishte jo? Eshe po angleze i lidur aty po. Edhe më thashë una te dua shumë tha. Thash una dashuria, thash una ka kohë. Ku ajo do thash shumë. Jo, shumë e vogël. Dashuria ka një distancë. Do të njohësh tjetrin. Ça muaj. Ti thash 2-3 javë tham dashuri. Po mirë më ndjenjat nuk ke mundësi, jo, ti ke mundësinë, ke drejtën thosh ndiem jo për ty. Jo te dua, si te dua është si një fjalor. E madhe, këtë do themi. Edhe, anyway, aja nuk di se të gatush e fare. Aja tha do gatush sot. Si angleze, mentalitet angleze. Se filloj të jetoje me të ti, apo jo? Po, jetoshe. Rrise ke shpia vetë shumë herë. Po. 3-4 herë më ditë, shko që shpia ime. Edhe merë se aja ca gjera gatshme, e i futë që ke aja oven. 2 minuta tha gatuva, qa e gatimo, është të je gru, thashu, nuk e tyrpë. Edhe gatusha una, pas taj gjera, pasule gjera, shtu, edhe më shikosëm sytë, tha do të martoj. Thashun, mu byte që gatuajmë shpitja të po, mu byte, thashuna, edhe më kytë që ke dhoma. Shkosëm punë, më kytë që ke dhoma, dhe hapse dhoma, kështë kytë brenda. E bërë të telefon, qa bërë më të shmendur, ri aty, tha ku të vi, tha. Tani më shpikoj qika, e të do në ty vetëm për të gatuar edhe për të paluar. Më kytë që ke dhoma, thashuna, o të shmendë kjo, thashuna, do të mërë se policinë, a kuptova, o të shmenda. Ishte lartë shpija, dhëtë që dhe post. Thashun, qatë bej tani, thashun. Me merë telefon, ri aty ke shpia, tha, okej. Ri aty qenë, tha, sa dhjun, tha, sa ta marrë shpia. Do të vishë, ja ke shpia, pa hapse shtu, thashun, a pas, thashun, që në kemë robot. Po. Pas ta kuptova si se robot, që ishe diferencë të dhjus. Pra, do thënë, ajo ishte këshu e pangopër, do thënë. Pa, nuk e gopse, ja. Sa herë në ditë bënit?
3, 4, 5. Aha. Po, Pas ke po, patur ta katë edhe ti, bravo të qoftë. Po, Ta pas ke marrë shpirtin, ka ngel Po, një po. çik. Të ka ngel një çik ta katë tani ty apo do thënë Jo, ta morë si gjithën e ky jo? zoti si më ka dhënë shumë fuqi, nuk e di se. Ah, fuqi ka ka. dhënë eksperiencë Po, anglezja po. aty. Po mirë, Anglezja, po, general. po si shpëtove nga ky burgu ti do thënë? Po nuk di, shyve pra derë? e më tha mund ta harova tha ku çfarë dhomën. U thash unë harove një ditë, harove 2, harove 3, po thash unë ça. Wait. Avas tash. Po si dole, si shpëtove pastaj e la ndonjë ditë Shpëtova- hapur e futë vrapë? Jo, shpetova ku më tha muna do bëjmë tha fëmijë. Ah, Thash unë çfarë të bëjmë fëmijë, thash unë faleminderit shumë, thash unë. Jo, las pastaj. Nuk çfarë bëj fëmijë thash. Nuk mirë që s'të lidhi pas krevatit ty ajo. Po atë ke fryk. Po. Dhe më bëjë në herë muna. Se Bergen tal ishte kështu në Po, ashpër në ishte mace zez. Po, si Ishte është bardhë, ishte mace zez. Si është kjo mace e zezë? Mace- Ishte sesake kjo? Ishte Jo, themi ishte si mace zez, por ishte bardhë. Po do me thënë ishte like, how to say like crazy. Të ka lidhë ndonjë herë? Ja, Nuk i të ka bëj lidhë, këta. a? E vërtet, thoj të vërtet tani. Betoj. Po, e ke lidhur ti? Ja, nuk bërkej këta lojat. Ah, Vitëm dru, shpudha. okay. Ah, dru. Po, em ka thoshte kap flok mrif. E kishte raf një herë nuk ecste dot. Kishte bërë me kuqja këtu. E kishe bërë tjetë Po, apo jo? unë ty? kishte bërë. Më tha mu çam bërë, tha nuk shkoj dot nesër punë. Po thashë am theti dje më të traf. Po, Po thashëm hengre dru. po, Po hangre më tha dru. po mirë, tha po nuk e di se si do bëhesh ti. Po thashëm ti këtu më kap flok dhe mrif. Po, Po, e ka ka fajnet. të rafi ty ajo apo jo? Po ja, Dhe muça njerë ja fare. shpudja fuçë grushën pastaj. Nuk ka ashtu. Po mirë, ju do bërin Ja. qef apo do bërin sherr me një Jo, tjetër? aja më tha muna ti mref, edhe unë do jem tha si sklejva, ashtu Po, më tri po, shtu tha mas okay. bësh një jo vetëm mrif tha. Po. Se unë në fillim merri di gjuna, thashëm ti fut një shput kjo do qaj. Po e nuk Okay. qashe, tha flok tha, mrif. Po. Okej, thash unë bamu në pastaj. Po që degeneruam fare muhabetin neve këtu. Po janë angleze pra janë po janë Shadows of Marius. Okej, po pas kësaj, qa raporti tjetër kështu të veçantë që ke patur me femra? Sa femra ke pasur në jetën tënde? kam humb me drimin, nuk më men. Ama mos ja fut Po, kohë po, tani. janë shumë, tani 3 këtu, do të durim 24 A orë. mos na bëj si Don Juan tani këtu. Po, sikur- Nuk janë si janë shumë, e tani do 3 Po, këtu mendoj, janë Po, shumë. je thuj kështu, 5, 10, 15, 20. Sa? Greqi kishe Vetë nosa Greqi, nosa do haroj çaba janë 25-30 goca. Sa 25-30 në Greqi? General 30 ça. Më fal, tani të flasim vetëm për Greqinë. Greqin nuk më men exactly. Tani kam me te kam 7-8 10. 8-10 varet. Në Greqi. Po, se nuk Po, veja ta brenda që kishte relationship. La di goca si besën ajo. Po tani se më duket se po më rrenti më pe. Jo, una ku bëni jo, shumica, nuk kam dashuri. Do me thënë. Mirë më mirë, mora. Una nuk shkoj, Po, a e prit goca tani. herën e parë ka bërë dashuri Po tek tani mua. tani o vllati ike nga Greqia 18 Po. vjeç. Po, Okej, pas ushtrisë. po. Deri 18 vjeç ti kishe kapur 7, 8 apo Po 10 normal, una duke kapse 12-13 vjeç kapse goca. Hallalla. Ça? E thua ti pastaj që grekët janë raciste. Çfarë raciste më? Do kanë ardhur në krevat me ty kështu. Grek vllai fare? isën racista para si të njohin. Ku më njohin pastaj pastaj ndoshin. u hap Normal. nami që ti ishte. Hapa rrugëve të Nga gjithëve. ata trimët e Thoshe unë thoni se jeni shqiptar, mas unë se jeni Jorgaki dhe si do nuk do të duan. Edhe pastaj do themi një 10 në Greqi, po në Angli, që ke 18. 10, 15, 20, 30, nuk më me. To be honest, janë shumë. Si tani si Si trik pun tjetër sa do del të të shtëpia e kap. do t'i shkruaj me laps. Jo, Do lëri t'i se laps. bergatitur si ti thoshit të fjalën. Tani më kapin pak moment stresi. Po, u stresove. Dgjoj, kur stresohesh kape të cicën Po, aty, kape thank you. cicën edhe shtrëngoj kështu fort. Që ti ki stresi. Ku se ja? Ja, ku kjo ty poshtë. Okej, shtrëngoj fort ti ki stresi. Okej. Se kish me ikva. Ashtu, lirove. Po aktualisht ke ndonjë vajzë je lidhur, ke ndonjë lidhje serioze apo vetë Jo, s'kam lidhje serioze. Po Jo. pse kështu? Sa vjeç je Si tani ti? jam i sëned. 29, po do martohesh një ditë baba? Duhet martohem me një shqiptare, pa Po. pak të videon. Po, okay, në Me rregull. tjetë shqiptare e mirë, me traditiona, me shtathemi tjetë, me kem tok. Po. Edhe Si do të jetë femra për ty, do të që thua me këm në tokë? Do ç'a? me kem tok nuk dua ta ferma si dalim TikTok, shine, bëjmë budalliqe, bëjmë story, bëjmë flasim me 500 çuna. Po. Nuk i dua ta ferma. Dua një femër, të jetë e bukur, e mirë, Po. e mbajtur, Po. të do të familjen e vet. Po. Për çfarë Ta është më tjetë- cila është më e rëndësishme për ty, karakteri i femrës, edukata familjare që ka marr apo aspekti pamja fizike? E para si themi drejtën. Ka të bëj shumë pamja, Po.
A di pse ta themi se unë nuk e kam bërë hund, kam bërë gjera, kam bërë dhem. Ka të bëj pamja. Mas gënjejmë tani, 2021 jemi. Pe puna se është pa pasur një femër të bukur dhe mas ketë karakter të mirë, pe 3 sekonda hiki. Pe pa ishe një vajzë që nuk kishe shumë e bukur, pe të kesë karakterin mirë, pe 3 sekonda themi hajde ke kejtë, besh fundë. Ti dëgjoj vlla. Dëgjoj bëjmë kështu, ti gjeje të mirë të mbar. Edhe sjellë këtu e më thoi mua si si ta duash ta bëj. Kjo është solucion. Pa nuk ishte bukur, do vish ke keq, do të bëj bukur edhe zemra do jetë prapë e bukur. Nuk ndryshohet. Fiks. Kjo është problem. Ndryshon kurse honde cica i bëjmë gjithë neve. Do dëgjoj ta bëjmë ta nxjerr një njoftim në Instagram vlla, ta bëjmë një thirrje bashkë, po kërkon Mariusi, po kërkon Nuse, tjetë si tjetë, se e rregullojmë vetë pastaj, Po. Sa vjeç do? Sa vjeç jam tani, 29. Po 29 tjeti. Po. Aja tjetë pak më vogël, themi drejtë. Po, sa? 39. Jo. At least let's say 22, 23, nuk ka problem. 22-23. Po, tjetë shqiptare, tjetë pak agresive shqiptare, jo shqiptare këtu, tjetë pak po tropojane. Më të gjatë se ty apo më Jo, më të gjatë, çila dha. Po, më shkurtër se sa ty. Pak më shkurtër. Ta bëjmë një thirrje tani, do ta hedh në Instagram këtë, S'ka problem. Po. Atëherë. Kemi një kërkesë tu për Mariusin, po kërkon Nuse nga Anglia pa shtëpi bari, apo kupton djalë për smari nga Anglia. Jet 22-23 vjeçë, më e shkurtër se ti sa gjatë jeti 1:20, 1:20 është ky 1:10 jetë ajo. 1:68 jam. Sa je? 1:68. Ja 1:68 që ka. Po. Edhe rëndësi ka që t'jetë vajzë për smari, me tradita, të ti të gatuaj, të laj, të pastroj, t'jetë vajzë për shtëpi, edhe po si ishte shumë e bukur, tjetë si tjetë se e rregullojmë vetë neve tani. Okej. Marius, më kënaqë me këtë gjë. Më tregoj çik tani si vajte në Angli, me avion vajte apo jo? Po me avion. Normal me avion. Nuk vajte me gomonin nga këto që është. Sa shqiptar themi drejtë më thoshe mua ti ç'a do këtu, tha pse erdhe? Thoshun pse erdha? Erdha thoshun. Me avion erdha. Po. Edhe ku vajte, ku ndojte aty? Aty dejta me një shtëpi me kushuri me Dajos, kishe edhe Dajos janë vite Angli. Edhe ardhur para teje. Po, 25 vite sa ishin. Edhe jetosëm aty në një vite apërësisht, pastaj on dam. Qa qyteti? Qyteti se North London, Londër, afër. Londra është e madhe, ndahet me shumë pjesa, me Londër. Kam jetuar dhe jashtë Londrë, a kuptove. Puna e parë që ke bërë atje? Ndërtim ka punuar. Po kam bërë gjithë. Çfarë bëj në ndërtim? General Dutch të gjitha. Qa dilse? Sa orë në ditë punoje? Punose 8-9 orë, zgjose 5 mjezit, shkosem punë 2 orë me tren nga Dobuza. Kthesem gara 5, 7 ishem shtëpi. I bise 12 orë, rafli 12-13 orë gjithë. Jashtë shtëpi, sepse po ishte larg, po një orë gjys 2 orë do shkoshe larg, si punat Londrës e madhe. Po në dimër si ishte ftohtë, se Londra dimër ishte ftohtë, po shumë ftohtë. Mbaj mend punosem jashtë në ftohtë me borë ashtu, a kuptove. Ishte kod vestir, edhe nuk paguhen edhe shumë mirë shqiptar, paguhen 50 euro, 60 euro. Në të zez ju paguani? Në të zez na paguhen, si ku i vin në një vend, 10 metër në Greqia, në Evropa, prapë nuk i din ligjet. Dalin letrat ata, nuk din anglishten, si dalin letrat, don niko, don jera, don shumë jera. Edhe unë qa vite shtu punose. Me shqiptarë edhe më jepshen pak lek, më gjinjesen, budalliqe, a kuptove, nuk parandimojnë shumë themi drejtë. Krijove shoqëri atje me shqiptar apo dhe me anglisht? Po, unë jam njerëz open mind, le di kam shoqëri tuaj, kam shqiptar, kam me shumë countries. Po mirë, ti punoj në ndërtim. Sa vite ke punuar në ndërtim? Unë shumë vite. Kam punuar edhe elektricist. Po, kam punuar si kushërim me kam punuar me një kushëri, ka kompani elektrike. Okej. Ka dimora edhe ishtu jera. Po mirë, vlla, duke punuar në ndërtim, punor ndërtimi, njeri i thjesht, djalë i thjesht, pa shumë të ardhura, po si gjeje femra ti o bab që vinin ngjiteshin te ty 25-30 femra? Jo për një ditë, nuk them për një ditë. Po mirë, po them me përgjithësi. Ne të tjerë kena edhe lek, edhe të bukur jemi kështu, po s'po na var kush, nuk na thot njëna që shiko. Problemi është do të kesh gojen, do të dish flasësh. Se unë kam njoh shqiptar, dhe më unë kam njoh shqiptar, me angli. Kuptove? Edhe shkojnë gozet vala flasin me zor. Me ça me zor, avas. Çfarë i thua femrës ti kur fillon do të kur e gjuan, ha?
Una çai themi. Angleze, çfarë femrash ke pasur? Kryesisht angleze apo ke Po angleze, greke, rumune, shumë vajza. Po, okay. Është, I don't know, my humor, është the way, mënyra se flas. Po. Se unë nuk shkoj direkt, më jep durita direkt. Po. Çfarë jam unë? Jep ca lekë thuaj herë. Policia më direkt më jep durita kush je? Po. Unë shkoj me ndryshe, isha e gocës shaka, pa unë ishe me style, bese roba. Po. Punose ashtu. Thashun ç'kemi si e mirë tha. Unë thash merrem me muzikë. Merrem me muzikë. Duhet bes thashun aty, si dukes i e veshur shumë e bukur, edhe bërhen stili jot, vjes edhe një stil si tatën, pepeçun, jo pe gocë. Po. Edhe vjetja ja stil robave. Edhe ashtu i thash una ça merrem me muzikë. Tham unë, po, tha. Thash una këtu kam thash una YouTube-in edhe pendese. Nesër pas nesër këta roba si do mëzgjedhësh ti do dalë videoklip. Edhe ashtu ajo të shmend me stilin ashtu edhe mberi ftas vet. Do i bëj si magji. Ja prishë mendin me lezet. Nuk i them unë më jep këtë, unë e shet me ndryshe, me mënyrë ndryshe. Kto kisha kapat e vajzën. E pastaj historit vajzojnë edhe nuk mbarojnë kur. Po tani ke ndar mendjen që ta mbledhësh mendjen që të bësh familje. Po, unë themi para ca kohës, nuk jam tani ashtu. Unë jam Historia e fundit që ke patur kur me një femër? Historia e fundit kam pat femra, pa nuk ishte një histori tragjike. Unë ndonjëherë njoh një femër këtu kalojmë mirë një ca ditë këtu e dina ja farë, tu bëjnë anglezët. Like, okay, let's go out. Një herë për të bërë seks? Nuk ka preferuar të bëj këtë. Asnjëherë se ke po? Themi drejtën e kam bërë ca herë ku kam pirë me shok alkool. Prap thosën shok, hajt shkojmë kata. Unë nuk bërhet. Nuk dihem si nuk ka emocionale. Janë e bëjnë vitën për lekun, po sa nuk bërhet. Mbarmen? Nuk bajme. 2-3 herë ndoshta. Nuk para po, jo. Po s'pas ka pëlqyer, s'pas ka. Jo, nuk bërhen ai sporti. Okay, ke të drejtë. Nuk bërhen. Tregomi çik tani për jetën e punës në Angli. Pra ke punuar edhe elektricist. Elektricist është zanat edhe i rrezikshëm do të thënë edhe apo ndërtimi është zanat i rrezikshëm, ke në për skela në për gjëra dhe ke rrezikun. Një shqiptar vdiq në Angli para ca kohë. Garana skela, po. Po punonte me ty apo? Jo, e pas news, e pas ke lajmet. Angli. Po i shkreti. Po, jena. Edhe po është vështirë, pa ndërtimi në Greqi është më mirë si në Europë. Shqipëri në Greqi është ndërtimi si shtëpiat janë me plaseborda. Edhe ka me shumë rregulla. Po. Tani do dodhet na jo normal si në Greqi e ke fjalën që është. Jo, Angli është më mirë. Po më sigurt. Më sigurt, me health and safety, me kap kokore, me gjëra, me ashtu ka shumë rules, shumë rregulla po. Po rregulla. Edhe po, kam punuar shumë punë, anglez të respektojnë shumë. Shumë. Si elektricist, do thënë ç'a bëje konkretisht? Bese punosem, mësose kushërim se të punoj ashtu, më ka kap kurrenti ca herë, më ka marr fryka, do ta lese punën. Ka kap kurrenti? Po, kurrenti direkt. Si ka. Me thoshe kushëri ta mbytë kurrentin, po tha, ishte shkata ai badr. Ç'a bën thash unë? Ka kurrent tha, po tha thash unë. A ka drejtur të ka plasur kurrenti? Po, ka marrë në shkada. Po. 3-4 herë the. Po, më ka marr fryka shumë, për sa i mësova thash unë ti çuat ti. Po. Po ti ke filluar të punosh që moshë e re, kur ke bërë punën e parë? Unë ku isha i vogël, në sa vjeç, 12-13 vjeç. 12-13 vjeç kur zhvirgjërove, do të pasi bëre. Po, atëherë u bëra burruna. Po, u bëre burr ti dhe. Po bëra burr. Po. E çfarë punë ke bërë? Kam punuar me fruta perimave, me kushërinë tem si ai ishte më i madh në thajë punosh këtu. Nuk punosha me shumë lek. Babi im kishte çura aty ka ja puna vitëm si merrem me një jo. Basti jam si ke bërë shkollë ti apo jo? Po normal. Sa shkollë ke bërë? Unë të kthejmë ku punoshe i vogël, punoshe ku lese shkodën në orën 2, shkose pastaj dyre darkë në orën 8-9. Dhe shkose më shtëpi edhe vazhdoshe njëjtën. Edhe behar punoshe, pastaj kam punuar edhe vulkanizator me makina, servis gjëra. Gomesteri kam punuar. Kam bërë shumë punë, kam punuar plasteborda në Greqi. Po. Edhe po, babi më nuk... Qështë kjo tjetër plasteborda? Me pështu, me shpia, me plasteborda, me ta druri, me... Kuptova. Edhe po, kam punuar shumë punë. Babi më thoshe vitëm punosh ka problem për lek, tha. Nuk të shojmë punë, tha, për lek, ose të shoj punë të pëshojsh, ta me të futet jak punë. Ty të pëlqente punë të punoja? Po, bërkjetë, shumë bese lek, të pastaj të qoshem studio. Studio, po pse ç'a bëj? Ke filluar me muzikë që i vogël? Po, si i vogël, 3-4 vjeç. Më tregoj çik për muzikën. Çfarë bën kryesisht? Unë bëj rap vet. Shkruaj tekstat e mia, bëj muzikë. Jam bashkëpunuar me njerëz famshëm në Greqi, njerëz që jam bashkëpunuar. Pra bën këngë rap, do thënë. Po, rap. Bëj një këngë rap tani. Bëj një ti një freestyle. Bëj një ti në shqip, një ti një edhe një on.
Freestyle tani hajde ta ku kush e bën më E bukur. freestyle tani nuk vjen shumë fjalë shqip, themi drejtën. Po bëj anglisht atë greqi si të dukesh. Hajde, unë do ta bëj shqip. Unë jam shqip o bab, ti je anglez, ha. Zëre se ti je kështu i zi dhe unë jam shqiptar. O je, sherife. Una jam shqiptar, nuk ka rend pika. Una jam tu ke kejt, ke klinika. Sa të themi tani nuk flash mirë shqip. Tora tina ka në file tha petak so skip. Ej, tani shikoj këtu front of me, bro. I don't want what to say, yo. So, anyway, nuk kam edhe muzikë të vazhdoj shumë mirë. Ja, vazhdoj unë, oh yeah. Dhe rruga është e shkret, 2 vet me biciklet, ah yeah. Come on. Dhe një njeri kalon, na para kalon, ah yeah. Come on. That's good, mate. Përshëndes mikun tim Andrin Tahiri, dhe di vet ai. Okej, mirë që kemi të dy të thënë çik kështu. Do marrësh edhe më të bëjmë rap bashkë Knojen e unë ose kërcej, çfarë dosh ti bëj unë? S'ka problem, unë du vetëm dua pak të video në njeri famshëm, Noizi, Budrini Meri e muzik, pak të video, please, më shkruni si jam shumë busy, më shkruni, bëjmë në i bashkëpunim, pa doset. Ore, i themu Noizi, ja dërgoj Noizi të videon tatë. Noize! Si kam shumë talent, shikoni pastaj do të kuptoni kush jam. Okej, atëre. Po, përveç, si të ka lindur kjo dëshira për muzikën, kjo pasioni për muzikën? Me në Shqipëria. Shqipëria, muzika shqiptare është shumë lartë. Shumë nivel lartë. Edhe gjithmonë Noizi. Noizi, Qa top. këngë që di Noizi ti? Gonzab. Pashtu fillon si ka autotune ai. Historia ka shumë me muzik, se ftyrën e ki borë, shiko, kaina. E lejkorena, ti, ma shpirti mrena. Budrini Meri, he's the best. Edhe kanë edhe shumë tjerë, që nuk vinë tani këtë ruri, ka. Unë ka til, ata po old school rap. Noizi për mua si preferuar, kam edhe mik Noizi. Baba Stars, ata tjerët. Pa. Jena mbretër, kryesorët e kësaj natës. Una a di çfarë është dashuria ime me shumë. Të mësoshe shqipen si shqiptar, ta flice me theks, bëse muzikë këtu shqip. Po pra, se unë të ndjej. Se una problemi jo është pa këtu të bëj futem në një studio, do të thonë una hiko grek. Kjo është e di, ku do flash shqip broken. Po nuk ka më fajin tani më çon flakë familja ty në Greqi çfarë? Ke të drejtë, duhet të rish këtu në Shqipëri, vëlla. Unë 3 herë kam marrë në Shqipëri. Erdha vjet, edhe para 10-15 vite. Po mirë, shqipen si ke mësuar ti, se në familje flisi shqip. Po me familje normal, me familje. Po babi më herë flitë shqip, unë ja kthes e greqisht, më ishte pak me kollaj. Po. Nuk ka si a kuptove. Po, e di, ke të drejtë. Edhe unë jam krenar që jam shqiptar. Po. Ta dini këtë. Nuk jam ata shqiptar, unë jam krenar, edhe ke muzikat e mia grekëve. Themi Albania, i themi të gjithë. Ke bërë dikën këtë bukur këto? Normal. Ka bërë këngën Budrini Merit cover. Po. Ka shkuar në TikTok shumë views. Cover. Una bëj muzikë vet. Pe çfarë ndodhet tani? Budrini Meri ata këngën e ka marrë dhe ai na huaj, ata Lake Torena. Dhe çfarë bëra una, ai kishte bërë Budrini Meri, thashun t'ja marrë këtë këngën, ta bëj cover, e shkruaj una se kam marrë. Edhe kam bërë këtu shqip, e kam. Bravo. Do ta montojmë te ky Kate Kasi neve, do të bëjmë një 2 reels kështu me këngën tënde, që ta promovojmë, ta hedhim në rrjetet tona sociale. E ndoshta shef ku di unë, shef 50 Cent. Una kam kënga flas edhe shqip pak. Po. Shqip edhe anglisht pak. A do ta themi apo Po, më thuaj ha. Si pak. Ha, defendosi këngë, ta dëgjoj çik tani. Kjo është cover, a? I bën ke lej. Cover e kujt është? Imja. Po. Vitëm ty s'kam haru, everywhere t'kam kërku, olla mjazu dhe zavu, me sena. Vitëm ty s'kam haru, everywhere t'kam kërku, olla mjazu dhe zavu, sa psema. Se to psema, vrazi to ema, ke spirti mrena, vrazi to ema. Che tabu, desavu, i subsema, o l'obsema, se d'obsema, vrazi to ema, che spirti mrena, vrazi to ema, che cabu, desavu, i subsema, o l'obsema.
Bravo. Okej, nuk e themi dot mirë, pa kjo është cover. Kam edhe shumë gjëra të tjera. Bravo. Po tjetër pasion, çfarë ke? Kam edhe merrem me numra speci, magji. Me magji? Po. Kur ke filluar me këtë gjëra ti? Ku ishte prap shumë i vogël. Para se shkojmë te bazën. Ti pas ke qenë kështu, do thënë. Po. I egër fare që kalamoti. Problemi im, di çfarë ishte? Unë ku shkoshe magji, shkoshe net kafe. Okej, shkoshe në orën 7, ai hapse në orën 8. Unë risha aty dhe priça 8 hapse. Të çfarë bën ti tha? Si lugata. Thashun lugato bën magjistar. Hapi deri në parë. Çfarë numrash magjie bën ti çfarë? Bëj shumë, bëj me letra, kam edhe në TikTok shumë gjëra, me letra, whatever, si bëni magjistar. Unë porositë magji gjëra dhe i bëse me la di risha aty ke kompjuteri, i mësoshe, edhe i praktikoshe vetë aty. I kem mësuar të gjitha vetë në YouTube, në gjithë vetë në YouTube, ashtu jo, nuk më ka mësuar asnjëri. I kam praktikuar vetë, kam bërë babi te magji. Unë çfarë bësa tani? I shkruashe magji, se nuk kishte telefon atëherë. Kishte ata Nokia ata pa kamera. Edhe unë çfarë bësi? Shkruashe magjit me letër. Edhe unë kishe shumë muaj, një vit afërsisht shkruashe kishe kaq letra. Edhe bëra babi tem çfarë magji unë. Baba ja s'duka. E më thamë bën magji të zezdi. Ma futi shpunë. Edhe herdi ai, mi mori letrat edhe mi grishi. Edhe unë hajda. Mi mori. Sa vjeç ishe? Mi vonë nuk më mend, 10 po. Mi mori mi grishi. Edhe shkova unë në brapa, edhe i shkova ke ata koshat mëdhaja, dhe i flaki. Iku ai, futa unë ke kosh i mora. E qa besh una, merse ngic edhe ngic ata letrat. Si të mbaj me qa kishe shkruaj. Unë beshe kaj shumë magji, numra specie, që nuk kishe telefon t'i bej rekord vetën teme, edhe i shkruse unë. Edhe unë kishe ngitur kabib edhe nuk kuptose shkronet e mia. A kuptove, kisha kam histori like crazy. Edhe tha, pastaj shpërgova, bab janë numra specie. Jo, kush t'i ka pësu këta? Babi, të djale kanë marrë shis, se babi nuk jam buda, shumë numra specie, ja tregose pastaj s'u bet. S'u bet ajo. Pastaj bosa një magji nuk e kuptose, kjo s'u bet. Masi e marr me ajo. Se kujton se kishin bërë magji edhe ty. Jam kisha bërë magji, besho magji. Po thashun janë numra specie, thashun njëri, thashun. Pastaj kuptuan ata. Po me babi do thon të ka rraf ndonjëherë babi kur e qenë i vogël apo ja? Ja. Babi na doshë. Ta ndonjëherë na shpudh studi ta hajm. Kush ka qenë në familjen tënde ai i rrep ti ishte nëna apo baba që bante rregullin në familje? Normal baba. Baba. Po baba është. A ti kishe frikën më tepër ti? Po normal. Po unë themi të drejtën, pritet nuk preksen si të çuni mirë. Po. Nuk besë nuk krijose probleme kur në familje. Kur. Po me shokët e shkollës je zënë ndonjëherë, ja. Themi të drejtën, jam zero, por nuk kam kriju probleme me shtetin greqik kur. Ladhi nuk kam bërë probleme ashtu. Ishte çuni turpshëm, çuni mirë punose. Dimos gjithë njerëz që më shikoshin jashtë thoshe ky çuni është Flori. Po. A kuptove? Dyre sa bëra pastaj gangster raperist. Mirë tani do na bësh në një magji këtu tani do na bësh në gjë. Çka ke marrë vetë? Magji ka marrë. Hajde. Çdo se mos ta kuptoj un stilin më burr, mos të shoh tani sa ka marrë. Si nuk je vetëm ti doktor, jam edhe unë. Hajde, doktorët ti pas ka marrë gëshër këtu tani. Do na theri këtu. Po. Plastik brekësh, po. E shikon këtë këtu? Ke marrë dhe letra aty me vetë? Po, kam edhe letra. Okej. E shikon këtë? Po. E kam këtu. Po. Tani. Pa, këtë këtu do ta presh unë. Po. Okej? Këtë do ta ngri këtu lart. Po. Këtu. Ose kjo këtu. Edhe dua ti ta presësh. Pa kishe forcë. Të pres këtë. Okej. Pa lëshoj një herë dorën, lëshoj si ke foto. Ti kuptova ilën pa. E kuptove? Mirë. Pre pak. Okej, ti e preve tani këtë, okej? Po. Prerja ose këtu, best. Okej. Po, okej. Tani këtë këtu unë, a shikon prerja është këtu. Po. Tani këtë këtu unë do ta lidh. Po. Tu ka ke prerë ti. Po. Këtu. Tani çfarë do? Këtu është prerja, okej? Po. Po. Tani apra katabra. Edhe o bërë prapë një. Pa ma sill të shofi që këto? Ma sill këtë litarin të shof? Se s'do t'i tërgoj do të thënë ma sill litarin këto. Hajde, ta shof njerë. Një kam edhe numra speci tjera. Ja, ti më duket ke hequr i cop litari këtu, kam prerë një cepon ty këtu? Jo, shkam prerë, unë atë videm duhet të marrë
S'morë vesh që më thonë drejtën, si e bërë? Po normal, po ne jam magjistar me patent. Okej, iku njëra tjetër, tani me letra, ha? Me letra. Ashtë. Tani unë atë kam berë, ke shtëpia ime kam menduar një jo për ty. Po, Kam hit një telefon një foto, po, një letër. po, Edhe kjo letrën do ta tregoj publikisht. A di pse? po. Kam këta letra këtu. Mhm. Kjo është like mentalist, Po. para mendim. Po. Çfarë themi? Okej. Tani unë do t'i bërzi këta letrat. Do t'i bërzi. Ti shikoj një herë këta letrat. Okej. Tani, Qiko. do t'i kthej këta letrat kështu. Po. Do t'i bëj pak kështu. Dua nga ty, më thush ku du s'tini stop. Ti pa the stop këtu, it's like prerje letrave. Pa the ti stop këtu, do shikos let's say këtë letrë. Po, Një okej. letër. Pa the ti stop këtu, do shikos një letër tjetër. Po, Po okej. normal. Pa Okej. janë letrat, let's say, ja kuptova. Okej, letra normale janë. Po, letra normale. Unë tani do kthej kokën, edhe ti do më thush ti ku du s'tini stop. Po. Stop. E shkon letrën? Baje letrë këta, Mhm. du the stop. Mhm. Okej? Tani, una ke shtëpia ime kishte hit një foto. Edhe ja foto, Unë e kuptova se si e bëre këtë, po, ha. edhe ja foto tani, E do pa the, shilen ku e bëre, po, ha. letra jote ishte kjo. Po. Kam vend edhe ketin këtu brava. Kjo është letra. Po unë e kuptova se si e bëre këtë, ta kuptova, ta kapa hilen, po, ha. Jo, hajde, bëj një lojë tjetër. Okej, me një letër. Po, të marr një letër. Po, Okej. çfarë letër do ti? Okej. Okej. Tregoj kamerës, unë shikoj fare. Mhm. Tregoj mirë. Po. Okej. 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 Thuaj ku du s'tini stop. Stop. Stop, be letrën këtu. Okej. Okej. So, e mbani me letrën? Po, e mbaj, po nga telekamera, po. Stop pra këtu. Tani, ti bak një minutë, janë pak letra vestira këta. Po. Dua pak e mundësin, haps pak dorën edhe ta sjedhësh pak dorën këtu para. Po. Edhe do më thua shpejt se letra jote kjo, po jo? Ja. Nuk është kjo. S'ka problem. Mhm. Do ta vej këtu. Po. Mos kjo këtu. Jo, këtë se kapa. Tani, Kjo ishte. do të bëj edhe një jo tjetër. Thank you so much. Këtë se Si, kapa. Prit një sekundë se mos i ke bërë ndonjë. Ha? tani do të bëj një jo tjetër, prap. Ha. Zbesoj mërzitës. Jo, vazhdo. Merr një letër, prap. Po. Okej. Okej. Tu ku du ti prap një stop. Stop. So, ve letrën këtu. E Po. ke tregu letrën ke kamera? Jo, se kam treguar letrën Po, te tregoj kamera. ke kamera. Okej. Ashtu. Ve këtu letrën. Prit, unë do ta vënë në vend tjetër. Ja. A, ti do ta vetë ose ku do ti, ha? Magjistari jam unë. Ve letrë këtu. Okej. Okej. Tani, i përzi. I bëj një minutë. Tani unë kam ta lastiki këtu. Po. Tani, kjo lastiki do bëj një gjo të bukur. Ky lastiki. Kjo lastiku, qa të bëj tani unë a i shkredi. So, jam dy, just one. So, unë tani do kthej këtë letrën parë, do më thush ti pa ishe letra jote kjo, po apo jo? Ishe kjo? Kjo jo. Nuk është kjo. Unë do ta vej prap brapsh këtu letrën, Po. edhe do ta vej pak këtu brenda, edhe tani do kthej këta letrat këtu. Do t'i kthej këta letrat, Po. edhe tani, kape kamerat, 2-3. Letra jote është kjo. Ajo ishte më? Po, shtata s'pati. Shata s'pati, e? Se unë e harrova fare. Do ta shikosh Bravo. videon pastaj. Edhe hiti plastiku letrën tate. Edhe këtë letrë unë për deshe, e zdu, edhe të hit prapë këtu. Do të vede një jo tjetër easy. Ha? Tani kam 2 lastike këtu. Po. Pa futa këtë elastiku këtu brenda. Bravo, do në kamera afër kjo. Po. Pa futa këtu brenda. Kjo nuk del jashtë, Po. apo jo? Po. Nuk del jashtë. Si. Po. Pa bera shtundi 2-3. Doli. Bravo. Po ti, me këto magjit që bën, fiton lek, bën spektakle, bën gjëra, apo Jo, jo? i E bën unë për i qef. bej këta për pak një minutë. Po. Ta i bej una, prit që kërkoj një jo, do të bëj një jo tjetër, ha? Ha, Mas, bëj një tjetër. Mas u ashtu, mas streso plis. Jo, jo.
Λοιπόν, first of all, ha pak durt. Po. Dhe 2 durt kështu, kthej pak të lart, ngri pak lart, mbydhi pak durt. Tani, grusht. Po, grusht. Tani do marr pak si kjo. Po. Do të bëj pak pis, ka problema? Po, okay. Okej, shikoj këtu kamerën. Po, buskuq. Buskuq pak këtu. Po. Abracadabra. U fshi ky tani. S'ka problema. Po. Hape dorën, kthe. Ke buskuqin aty dorë. Jo, shiko do bësh edhe një herë. Atëherë ky ma ka bër ma ka kap dorën e fillim, ma ke bër gjyrën e fillim. A? Kjo kuptova. Bit easy, sorry. Po, kjo ishte thjesht. Ma kapi dorën në fillim kështu, ma vuri, ma ngjiti gjyrën në fillim, sepse s'ka mundësi tjetër. Një dy gjëra ti kapa. Po normal. Ato me letra nuk i mora vesh, më thon drejtën se ç'a bëra. Vetëm njërin të parën e mora vesh ose këtë tjetër. Unë bëj shumë numra specie, këta janë shumë thjeshta të drejtën si kanë bërë. Po pse nuk bën spektakle ti me numra specie me këtë magji ose në ke hapur ndonjë profil në TikTok edhe? Po, TikTok kam bërë shumë. Po. Shumë gjëra. Po. Like for example, kjo këtu, shikoni? Jo, këtë se mora vesh. Bëj edhe një tjetër? E heq këtu. Po. Edhe vej prap. Bëj edhe një tjetër? E kam këtu, ke kjo gjesti? Po, aha. 1, 2, 3. E çoj poshtë, e çoj lart. E çoj poshtë, e çoj lart. Tani, ma jep ta shofi çik këtë unë burr. Kjo këtu. Ose këtu. Po. Do ta vej këtë këtu brenda. Si kaloi nga një gishke tjetër ti? Këtë se mora veshën. Kjo është magjia, mos ta marrësh vesh. Si pa marrë vesh, do isha shkatruar, do isha. Jo, do ma bësh edhe një këtë që kalon nga një gishke tjetër, do ta bësh edhe një. Unë do bëj një pyetje eksaktë. Kjo është unaz, nuk është unaz, përse unë nuk jam martuar, kam tyr për vesh unaz. Tani, kjo këtu do më thot mua ke veshi pa ishte klinika e mirë Katie. Pa ishte klinika e mirë, kjo do lëvizi. Pa nuk ishte, nuk do lëvizi. Ose klinika e mirë Katie, po jo. Çfarë? Po thot. Si jetë lartë i kjo. Ma jep ta shofi qik? Kjo është një jo plastikë. Ma jep plastikë. plastikun? Prit ta provoj njërë dhe vetë. Fup! Ore si e bërë vërtet këtë ti? Si mund të kishë bëti këtë? Kjo është problemi. Problemi është problemi si nuk kuptohet problemi. Jo, kjo është vërtet magji, dhe në këtë nuk e kuptova. Fare. Edhe ato të tjerë si mora vesh gjën, por që shiko, do më bësh edhe një herë atë që kaloi nga një gishtë tjetri. Themi drejtën, aja magji është pak e vështirë ta bëj prapë, pe do bëj një jo tjetër, pak kishte mundësinë. Po. E shikon këtë këtu? Po. Po. 1, 2, 3. But po, merrem edhe me shumë gjëra tjera, pe puna është nuk di e keni kohë, 24 orë, tri këtu të bëj ditë. Jo, 24 orë më se do ikim pastaj gjumë nëse vajtri edhe vonë po vetë orë një më darkës. Po. Ta isha ca numër specie si bëj una edhe po. Këtë e ke pasion ti. Po. Aktualisht ti në Angli jeton duke punuar. Po, normal. Po. Akoma vazhdon elektricist apo? Po, elektricist, bëj edhe studime. Po. Studoj. Çfarë studime bë? Kam bërë business management. Po. Ke shkollë të lartë? Po, business management edhe kam studuar edhe elektricist, marr ata kualifikimet. Po. So kam bërë, jam tip aktiv, a kuptove. Merrem me shumë numra specie, me muzikë, me studime, mësoj zanate, më pëlqen. Nuk dua të Ma të del koha për të bërë gjitha këto gjëra Po, del koha si puna është nuk e shkon për ditë. Ke shkon 2 herë në javë, le të thëj. Shkolla që shkon. Po, 2 herë në javë, 1 herë në javë varet, ke flexibility, ke thon ata pe punove, hajde këtu, hajde më drek, masdite, ku mbaron punën. A ke kaluar ndonjëherë moment të vështirë në jetë? Besoj si të gjithë njerëz kam kaluar si depresion, kam kaluar vetëm. Depresion si çka ndodh? Depresion nuk di ja themi fjalën shqip mirë, depresion like ç'ta themi, like diem keq.
jashtë masi ku je i bigrim vetëm, ku iken a familja i vogël, ndihesh në herë i vetëm, i shulluar, nuk je jashtë ma njerëz, shok, nuk je familja në afër. E normal do dihesh pak keq. Pastaj nosta ke shok të ki, nuk kam bërë edhe shoqëri me njerëz të ki, me dietë nate, kam dalë, ka kuptove. Kam bërë gabime. Me gabimet janë për njerëz, jo për kafshët. Çfarë gabime që ke bërë? Gabime, dalë si të jashtë, pis alkool, kam dalë. Gjëra normale, gjithë. Po mirë, janë gjëra normale, ve puna është normale, pastaj ku kalon di kohë nuk është normale, si ku rritesh, ku do të pjekësh pastaj. Po. Na Po kuptove. tash pa je pjekur, të gjithë kemi kaluar. Normal. Për këta gjëra nuk është që kam na jo, ashtu, po do të thënë si unë jam ata tip si dua. Je grindur ndonjëherë me ndonjë njeri në Angli, me ndonjë shqiptar, ndonjë të huaj, ndonjë. Jam zi me Zizak unë. Me Zezak? Po, i flitë telefon. Me di shok, Greqi, edhe ai ishte aty me makinë next to me, edhe më tha unë, çam shikon, thashë unë shikoj ty, thashë unë jam me shokun tim. Ktheva kamerën, ai kujtoshte pse video. Hapi ditari ma futi grustin. Po, në Brikosa. Po, ti ishe në rrugë. Jo, rrugë, isha ke park. Në parkim, brenda makinës. Po, ai pisha hashash, po, unë isha aty, në makinën time. Po, edhe ky po binte hashash? Po, pisha hashash nuk di. Edhe më tha pse më shikon, ai kujtoshte flica pa teun. Ky nuk ishte në makinë ky vet. Jo, makinë ishte ai. Ai ishte ke makina vet brenda, unë ishte ke makinën brenda. Unë flica me telefonin, e kishte telefonin këtu, me shokun tim. Edhe ai më shikoshe, na shikoshe. Ai kujtoshte flica pa te. Po. Më futi në grushtu. Në Brikosa unë të hapse derën, edhe e mbajse derën me dorë ai derën, edhe më çavi parshyren. Po. Pastaj në Brikosa më doli aja Shqiponja. Po. Pastaj më doli Shqiponja muna, iku Jorgakis. Po. Edhe ça bëre im çavi atë, nuk mleset haps. Marr unë makinën, fut makinën në marshin, mbaj mbrapa, ja fut me makinën. Buf, makinën e plasë, po, me plasën atë. Po. Po çmë dai. Zakun veti apo ishte? Ai ishte doli, ai ishte jashtë, do të futse ke makina me plasë, ke makina. Ai ishte aty, me pak skelat atë. Me plasë makinën e ke makina tit. Po. Ku shit ai në çekiç. Po. Ma flak çekicin, shkoj unë me makinë mbrapsht tu dhe më çan xhamin e brapa. Po. Më tha una, "Mjep çekicin mbrapsht." Ose mas bi prapë. Mas ke problem thashun si kam çekic më të bukur. Hapa unë atë shuk ishte jera vekla pune. Po. Vej unë kokoren. Po. Thashun do të gërdoj makinën më të bukur. Do çekicin tat, jo, do të jap më të bukur. Ja flakun çekicin. Dag, e çaj makinën atë. Po. Edhe futet ai ke makinë, futi ke makinë, shkosëm rreth e rrotu, thashuna. Nuk do ta themi fjalën Zizak, beto ta themi fjalën Zi. Ta kupton më mirë. Do të vras ashtu që jam shqiptar, thashun, mas nuk do ikse atu, edhe shkosë shtu me makinë una, pa pashyr pas në kjo, dyrsha të kapat edhe me hiku pastaj. Po, ti kush. Hiku pastaj dhe unë pastaj, anyway. Shpëtova edhe ti, mos. Shpëtova edhe unë. Merresh me atë budallajin. Po çfarë ti bëj? Unë as jo nuk bëra ditë. Ai fudhovi. Po. Si janë pak njerëz depresion aty. Dyrsha të njohin ai shqiptar të çmendur, edhe ti ikin pastaj. Si është jeta në Londër aktualisht tani? Jeta në Londër, a keni bërë atë që sot shipet në Londrës? Po. Pak të analizë. Qa bëjnë shqipe në Londër? Ja, ka shqiptarë dhe më drejtë që punojnë, normal dërtim shtujera, ka dhe kategori tjere që merren me budadhike. Po. A kuptove. Ja, kanë frikën shqiptarëve në Londër? Po. E kanë frikë. Kanë frikë nga shqiptarë. Normal. E dhe unë kam folë me Zizak, me shok shtu shqiptarë, po Albania, tha shqiptarët janë frikë që më thanë, janë gangstera. Me ka dalë i praministri, e indiani praministri. Po. Para 2-3 vjet ja thoshe gjithë shqiptarë tha të hikin tha në Shqipëri. Do t'i marrim tha me aviona, do të çojmë në Tiranë tha. Si shqiptarët bëjnë namin. Kush bën namin re? Juve i skamers 2-3 milionë indianë që janë në Magli, bëjnë namin shqiptarët 100.000. Si janë aty në Magli, nuk janë. Po jemi të fortë, jemi të fortë, ajo është problemi. Ku janë pak njerëz dhe bëjnë shumë zhurmë, çmenden. Po. Po imagjinoj ti sa neve 2-3 milionë. Po. Kishë marrë gjithë botën. Na kuptove. Pe puna është po, nuk duan, kanë frikë, kanë inat, kanë pse janë dëgjuar. Shumë gjëra. Po. Këto tatuazhet, ç'a janë? Këto tatuazhet e bëra si merre me letra me ashtu numër specie dhe ta tjerët i bëra kot. Nuk kanë ajo. Nuk kanë ndonjë. Jo, e kishe parë të tatuazhe shumë vite para, edhe kishe tas do ta bëni një ditë edhe bëra. Ma bëri një shqiptar në Greqi. Po, mua beti hundo si erdhi, ç'ne që vendosi për hundën. Ma beti unë ishte themi drejtën një tip si na i vogël, kisha pak stres me veten time. I mean like humbse flok, ja 17 vjeç, 18 vjet. E kanë rënë flokët që i vogël. Po. Pa pe fotot mua flokë edhe dhem nuk ishte të mira. Po. Edhe kishe bërë këtë truri im, unë vesh edhe gjëra të tjera, veç që ke flok ça pudra, sa ashtu topping, ça mas duken flok të ki. Po ti do të thënë edhe pa lesh në kokë edhe ke kapur gjithë ato femra, po si qeni fort ti bab. Po vesh kapelën ai. Kapelën.
Bie në vetë. Në kur i bëj ato gjona ti, kur bëj dashni, do thëmë me kapele ti. Edhe me kapele, nuk oshim kiri kishe na gjithë flok, apo. Bise na vasha Pa pak. hiqi këtë kapuçit, shofi çik flokë se s'ka pa. Ti i ke mbjell këto flokët kështu? Po. Se më duket si të mbjell. Po. 3 herë kam jashtë. 3 herë i ke mbjell. Po. Flokët. Po ku i ke mbjell? 1 herë Mangli, Po. 2 herë në Turqi. Tre 3 herë. kokën nga mbrapa? Po ule kokën? I ke ly flokët ti apo jo? Unë hud vetëm këtë janas, pak atë si xhez, si Po. duket këtu lëkura, Po. asa pse ti si topik. Po kështu sipër, do të kështu nuk i ke fort të lyra, jo. Jo. 3 herë po. E më të radhume, si të radhume i ke sipër. Ve ka Po, këtu lart pak, di. I kam 3 herë të mbjellë edhe akoma. Po. Kjo është problemi si una pastaj njofa Ketin. Ç'të bëj? Po. Una atë si Zarin, Po mirë, prej Cesare Eltio na ke njoftë në vete? Po. Oh, okay. Më bëj shumë të fala. Okej. Më thamë, shkoj e Keti is the best, më dhe pasat e rezultatën si keni ber Juve aty Otçmenda. Po. Di herë operacionet doli floku si s'kam. Unë 3 herë nuk ka dalë kaq shumë mirë. Po. Otçmenda, pe puna ose unë e kishte ber para 10 muaj. Po. Një vit kur i bera. Pe tani nuk di, pa mundem ta bëj edhe herën e 4 do vi këtu. Po mirë, bëj një vizitë me këto stafin tonë dhe shikoj nëse Pas vej pak lartë. nëse ke akoma rrënjë për të marrë, sepse 3 herë ty ta kanë zbraz nga mbrapa, po duhet ta shohim mirë. Po si nga afër. Po sota pastaj edhe një shok në Anglia si bezë punë të bira dhe jo çment me rezultatën, thashun shiko këtë Cezari, thashun çu ka dal floku këtu. Po, kemi bërë hundën aty edhe flokët. Po i pas edhe hundë kishte dalë shumë bukur. Po. Edhe pe ne me guxhimi thashun do vi këtu ke Keti, thashun mbaroi Turqia. Edhe Anglia. Dhe Kur ke bërë gjinesë. flokët në Turqi? Fillimisht i ke bërë në Angli, pastaj në Turqi. Covid time, para se të vi Covid, aja coronavirus, Po. bora me Angli. Po, sa i ke paguar në Angli? Angli janë straight, janë 10.000 euro, shkojnë 6.000 euro, 7.000 euro. Po. Po unë aty afërsisht 5.000 euro kam dhënë. Ai doktori tha do të jetë pak lirë, tha. Po. 5.000 euro. E sa rrën të ngoli? Ai më tha mu 4-5.000 fije, ai më vuri mua 1.700 me 2.000 fije. Më rrofshëm, prandaj Edhe 4-5 orë punë. Shoku im herdi këtu në Angli, ju ambasë 10 orë. Po. Thosën ku shoku im? Po. Ba flok. Po. Ka dalë ai, po, shumë punë. Keni druar edhe jashtë doktore. Po. Unë në Turqi me 2-3 doktore, 4-5 orë dhe hik. Unë çudita. Thosën ka po të shit me kaq shumë punë mirë. Thosën unë jam shqiptare, thosën unë shikosh vend tjetër. Po. Po, sepse ç'a bëjnë? Nga që bëjnë nga 2 palë në ditë apo 3 palë në ditë në Turqi, për shembull, i bien kështu shkurt, merr fut të mban 4-5 orë, hik. Turqia disa bëjnë. Kjo është gabimi edhe në Angli. Bëjnë ginjën, do të bëjmë 2-3.000 fije, 4.000 fije, 5.000, bëjnë pak, edhe çfarë thonë ata? Ky do vi prapë. Po. Që shkova unë 3 herë. Po. Ata nuk e dinë atë tjetrën. Si una nuk do shkoj me ke Anglia prap. Turqi shkova, nuk do shkoj prap ke një, do shkoj me një tjetër. Që ata humbi klientë. Me mirë ose pe punë sakt. Edhe ai njeriu nosa nuk do vi prapë flok, do bëj rekomandoj tjertë. Una kam çur 4 veta në Turqi, pe dhem, pe flok. Çat Turqia kishte bërë pak me punë pak më të mirë, pe prap nuk kam vënë shumë fije. Pe ne shkova 2 herë në Turqi. Do të thënë si tani unë pa kisha ardhur ke Keti, besem punë të mirë, të jep shumë hapi këtu normal, që do rekomandoj. Keti është the best. Pse ata njerëz nuk di, ata klinikat nuk bëjnë punë mirë, nuk e kuptoj pse. Nuk janë profesional, nuk di çfarë janë. Shiko, si është çështja Marius. Atëre Ketin unë e kam themeluar në 2011, në u bëm 15 vjet. Po. Edhe ne ulëm bëm 5 pare muhabet këtu bashk. Ti ke ardhur në Kate, ke bërë një operacion hunde, ti ke bërë në dorën tonë jetën në radhë të parë, shëndetin edhe pastaj edhe anën estetike. Normal. Dhe sikur operacionin ta paguash 0 euro apo 100.000 euro, për mua është njësoj fakti që ti tek ne ke krijuar një besim pa na njohur fare, po ke krijuar një besim kaq të fortë sa të vësh jetën në dorën tonë. Dhe ne, koncepti im dhe i gjithë stafit tim është që këtë besim nuk mund ta thyejmë e të zhgënjejmë ty edhe këdo tjetër. Pra, nëse do të vije për flokët, dhe flokët e tua mund të bënin 5.000, 6.000 rënjë, 7.000 rënjë, aq do të bënin. Dhe di se çfarë bëjmë neve? Kur themi që do të bëjmë ta zëm 5.000 rënjë. Okej.
sepse bëhet një studim i pamjes si kokës, mundësive sa rrënjë mund të marrim nga zona mbrapa. Nëse kemi mundësi të bëjmë 5500 apo 6000 rrënjë, ti marrim edhe ti vendosim ato dhe as nuk të kërkojmë para ekstra. Sepse kur e shohim aty që po bëjmë, ne kemi mundësi të bëjmë më tepër. Dhe pacientëve, çfarë i bëjmë? Në momentin që i heqim rrënjët, që i vendosim aty në rresht, i themi bëj foto. Bravo, kjo është profesional. Këtë, edhe numëroj, shikoj se i shumë zonë, vertikal, horizontal, i shumë zonë. Una, a di ku kuptove se juve jeni shumë profesional? Po. Unë kam një shok në Angli, ai do të bëse flokt. Ai s'ka flokt tu brapa, fare. Edhe juve thatë nuk keni shumë floktu. Edhe nuk ka, i ka thënë edhe klinikë tjera, ai pyet 10 klinike, thashë nuk bën. Kanë rënë gjithë flokët aty. Edhe klinikë let's say, jo, në Turqi kishte thënë një klinik, po do t'i bëjmë, do të bëj 4-5 mijë, thashë ata gënjej, nuk ke floktu. Edhe juve si profesional i thet nuk shikohet lekun, po shikohet nuk bëhet se nuk ke shumë floktu, ke shumë pak. Nuk vend do 4-5 mijë fije. Sepse fliqesh me njeriu tjetër. Edhe e dyta, si bërhetë shumë edhe o shumë profesional, keni dhënë edhe garanti. Po. Unë herën e parë më joj garanti për floki, për hundë, shtu nuk. Shiko, garancia, e di çfarë do të thotë garancia në radhë të parë? Do të thotë që ne o vlla jemi transparente të ndershëm atë që bëjmë. S'kemi asgjë për të fshehur. Një. E dyta, do të thotë që në qoftë se nuk mund të garantojmë dot 100% që ai rezultat që po bën do të dalë ashtu, sepse varet nga 100 faktorë, varet nga njeriu, nga problematikat që mund të kesh salt operacione, se si do rekuperohesh, se si do shërohesh, e gjitha me radhë. Por garantojmë këtë gjë që në qoftë se ti ke një problem dhe ky problem është e mundur të zgjidhet, ne do të bëhemi copa vëlla që ta zgjidhim këtë problemin, sepse ti e the që parë që nëse unë jam i kënaqur, ti mos sjell 4, 5, 10, 20 veta të tjera, kupton? Kështu që nëse i kënaqur ti vëlla, jam 10 fish i kënaqur edhe unë, se do më sjellësh njerëz. Normal. Dhe ne nuk jemi sot këtu sa për të marrë ca lekë pastaj nesër vari hepet. Ne jemi këtu që kjo kompani të rrojë edhe pasi të mos jem unë në këtë dynjë. Kupton? Pra ne shohim të ardhmen, dhe dua që kur dal me ty nesër në rrugë, ndoshta të kam harruar edhe si njeri, do është doktor i respektuar sepse më keni trajtuar ashtu si çdo. Si këta punimet si bëj hundë flok do jenë për një jetë. Është shumë bukur, kem eksperiencë të mirë, jo si flok 3 herë. Unë jam torturuar. Po. 3 herë të bëj flok. Sa ke paguar në Turqi flokët? Flokët varet, ka dhe lirë, ka dhe aty ku vajti ti, do thënë sa po, ja, 2000, 2000 ca, ka me 3000, ka me 4000, ka me 1800. Varet, ka shumë çmima. Edhe nuk janë gjithë mirë aty. Aty do të kur ti janë shumë klinike, edhe bet lemsh. Do të dish ku të shkosh, pa edhe punë nuk të bëjnë mirë. Unë ta themi drejt, nuk ta themi si jam këtu ke kamerat. Betojmë familjes. Punë si bëni juve me kaq orë punë që keni bërë, unë jam çuditur. Që unë kam kërkuar shumë klinika, kam shkuar 3 klinike, por kam kërkuar 15. Kam fol, kam ashtu, kam pyet. Kam shok që kanë bërë ça në Turqi, nuk kanë bërë punë të mira. Ça shok tjerë kanë rënë. Ai shoku im që erdhi tani këtu. Flok që kishte bërë në Turqi, kishte bën shumë pak fije, nuk shumë pa, ka foto, kaq. Do të thënë klinika jove, kaq orë që kishte mbajt, drut 3 veta, vërë 3 veta tjerë, punot shumë borë. Me turne, sepse lodhen. So una, po, drut turne, una u çudita. Thashun, ç'a do dhe këtu? Edhe jam ashtu me duar, thashun, pse nuk kam shumë, pse nuk kisha ardhur më herë. Shiko, punën tek neve bëjnë ato stafi mjekësor që është aty, nuk e bëj unë. Dhe në qoftë se unë ato them, ju 2 vajza do të punoni këtu, do ta bëni një pacient, mbaroni punë, ato janë njerëz, do të lodhen. Normal, po. 2 veta të punosh 4-5 orë, sa do bësh? Është njerëzor, nuk bën dot shumë. Normal. Atëherë nëse do të bësh një rezultat të mirë, 3 veta në turn, mbaroj turni i parë, ikën, vjen turni i ri i freskët me 2-3 veta të tjerë, të cilët mbarojnë punën. Okej? Sepse në të njëjtin stil, me të njëjtin standard punojmë të gjithë bashkë, në mënyrë të tillë që pacienti në fund të jetë super i kënaqur. Do fitoj më pak, sigurisht, pa problem, do fitoj më pak. Nuk më intereson ajo, por intereson radhë parë që njeriu të dalë super i kënaqur nga neve. Exactly, edhe këtë kam parë kjo klinika, edhe jeni shumë professional, edhe me mënyrë me flisni klientëve, shumë bukur, me shumë ashtu, edhe gjithë këta që keni krijuar janë absolutisht, shumë kam shku klinike tjera, sustas Angli, Turqi, edhe te dizajn që keni bërë ju kliniket tek universiteti kozmike
Kozmike, po ani kozmike, edhe jam çuditur, keni kata lart, të gjitha keni këtu. Blak. Po domos ku i ke bër, kur i ke bër? Dhe ti ka bërë para 4 muaj në Turqi ka bërë. Aha, në Turqi edhe dhe. Po, dhe ti ka bërë në Turqi. Si e të pëlqen? Mirë. Me kafshimin edhe me të folurën? Po, me të folur pak kam si silikon këtu post, nuk di pse. Aha. Po, Dhëmbët janë komplekse për të bërë. Themi drejtën, ka bërë 2 implanta, një implant i mra, nuk di pse. Më thanë turk hajde prapta. Nuk di çfarë, nuk ma ka bërë mirë këtë implantin. Duhet parë se çfarë problemi ke. Bëre vizitë këtu për dhëmbët tek neve apo jo? Se kemi edhe klinikën dentare. Jo, nuk kam. Po kemi klinikën dentare gratis, i ke vizitën, shko bëje. Po. Edhe ke edhe pastrimin e dhëmbëve dhurat për çdo pacient që bëjmë neve. Është një pastrim dhëmbësh dhurat. Që shkoj bëj edhe vizitën gratis, që nesër bëj. Po problemi unë se kam bërë zirkon, nuk ka problem pastrimi tim apo ka brenda bëhet pastrim. Na brenda po. Nëse janë për tu pastruar, ti pastruar, nëse janë për tu pastruar, po. Si ça them unë nuk i kam bërë të gjitha Ti shohin ata të bëjnë vizitë, ti shohin e të thonë që ke nevojë për të bërë ndonjë diçka apo jo. Gjë. Po, ma kishte thënë device i punon këtu që bëjmë edhe shtu pastrime gjëra. Okej. Si vajti operacioni hundës, shqetësime, dhimbje? Shumë mirë, fare nuk ishte timje. Fare, sa ditë kanë kaluar? 11 ditë, 10 ditë. Po do të kesh përsëri në nesër më darkë. Nesër më darkë. Do kthesh në punën tënde të përditshme. Po, normal. Familjen ku i ke me veten në Angli apo i ke në? Jo, familjen e kam në Greqi. Do të atje prindrit, të merr mallin. Po, merr mallin. Sa shpesh i takon? Vit 2-3 herë shkoj i takoj, vit tani familja me merret, neve kemi ashtu sera. Kemi aperim me domate, trangur. Kemi bërë po, kemi bler. Tuaja atje në Greqi, edhe prodhoni vet. Po. Pra e keni marrë veten ekonomikisht Po, jemi me mirë tani, kanë kaluar shumë vite. Po. Dhe babi edhe babi aty me ne. Nuk punon më në ndërtim në kështu, merret me. Ndajherë pa doli ndaj paramet shtu shkon, pe shumica jemi funksionuar aty. Kemi bërë ndonjëherë të kthesh tek familja jote në Greqi? Babi më ka thënë shumë herë, çfarë bën Angli, pse nuk kthehesh, ke gjithë gati këtu. Po 4 makina kemi, 3-4 makina sa kemi. Pse nuk kthehesh? Ne nuk kthehem tani si unë nuk mundem të punoj sera, si është shumë vap, 40 gradë. Po. 30 gradë xhulaj këtu behar, brenda është 40 ca, nuk di ç'sh punojnë. Unë punoj futa një herë më se do ashtu urdhjersh. Nuk jam shuar. Po, edhe jam shuar pak me ftoftin, jam shuar, nuk di. Ndoshta do kthehem një ditë. Po problemi është të kthesë e mirja është ishte të kthesem në Shqipëri. Si dhe në Shqipëri jam ditë, kam shtëpi në Durrës. Shkova ke shtëpitë më i pas, janë edhe këtu bërqen shumë, po puna është a di çfarë do të me Shqipërinë, se unë nuk ndihem i huaj në herë këtu, se nuk kam humbur fare. Po. Dhe njerëzit e mi shumica kanë hikur. Kam ça njerëz me ça flas, me ça kanë hikur, me ça kanë kaluar vite dhe nuk kam shok, nuk kam shumë njerëz, po ne ndihem si huaj. Nëse po u ktheve këtu veç do të kthesh, nëse vjen edhe familja jote, prindërit të bënin ndonjë aktivitet, fillojnë ndonjë punë, ndonjë biznes, ndonjë diçka. Shumë ato serat që i keni në Greqi, të njëjtën gjë mund të bëni edhe këtej, po të merrni ca tokë ta bëni, por nuk është e lehtë ta fillosh nga e para. Po unë besoj pajisë që vendi jot do jetë akoma më mirë. Si vendi jot, çka thot ai tjetri, çfarë thot ai? Je shqiptar jemi. Vendi sigurisht është gjëja më e rëndësishme. Normal. Por shqiptarët shkret që ikën, dhe jo vetëm shqiptarët, gjithë ata që largohen nga vendi i tyre, largohen sepse ai vend në ato momente të caktuar të historisë së vet nuk i ofron një jetë dinjitoze, dhe njeriu largohet. Dhe nëse ti sot apo nesër apo një ditë tjetër arrin të bësh një jetë dinjitoze, të krijosh një jetë dinjitoze, ku të shohësh një të ardhme për veten, familjen tënde dhe fëmijët tu, do të ishte gjë më e bukur që të kthesh ta bëje. Por edhe kjo nuk është e lehtë, sepse atë ti ndjesh i huaj në vendin tënd. Po, sa të jesh edhe unë let's say në Greqi i huaj, në Angli i huaj. Edhe në Shqipëri e keqja është prapë di pak i huaj që nuk flas mirë shqip. Edhe jam ku të shkoj jam në huaj, shkoj vetëm them thash ga jam. Po. A kuptove, ga jam. Ka shumë, ca njerëz nuk a kuptojnë këtë emocionale si kam brenda, nuk dhe ata e shikojnë jashtë, erdhi ky ashtu. Po çfarë bëjmë tani? Ca njerëz bëjnë fëmijë, bën jashtë shtetit. Tani a kuptove, çfarë bësh? Ashtu shteti shparte fjalën ishte bukur. Jemi njerëz. Pa të pyetur ta njëri ga je, thu jam njeri. Mos i thu vend. End of the day jemi njerëz gjithë. Një ditë do vdesim.
A kuptove? Qa do marrësh me vete? Do marrësh tokën, do marrësh te... Me mirë të vdesesh me buzëqeshje si të vdesesh njeriu keq. A kuptove? Dhe me këto fjalë të Mariusit, më mirë të vdesësh me buzëqeshje se sa të vdesësh njeri i keq. E mbyllim edhe këtë Kate Cass që ishte vërtet shumë i veçantë sepse më bëri edhe ca lojra magjie që nuk mora vesh as edhe një gjë. Ishte kënaqësi Marius të kem këtu, ma jep dorën tani edhe respektoj mbarësi. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Ciao.